Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Personat që konsumojnë një banane në ditë duhet ta dëgjojnë këtë lajm urgjent. Përfitimet shëndetësore të bananeve do t'ju bindin që t'i hani të paktën një në ditë dhe të largoni edhe problemet, citon healthshots.com. Banania është një ushqim shumë i pasur me element ushqyes dhe ofron vlera të larta për organizmin. Duke u konsumuar vazhdimisht në dietën tuaj do të ndikojë pozitivisht edhe në linjat tuaja trupore. Mund t'i shtoni edhe formave të ndryshme shijen e bananes. Shumë nuk janë të vetëdijshëm se bananet janë një burim i vërtet i mineraleve dhe vitaminave thelbësore si vitamina A, B, kalium dhe magnez. Kjo do të thotë se ato kanë efekte të dobishme në nivelin e presionit të gjakut, rregullojnë peshën trupore, përmirësojnë tretjen dhe funksionet e zemrës. Për më tepër, bananet aktualisht rrisin energjinë dhe përmbajnë vetëm 90 kalori për copë. Ndërsa mendoni për recetat të cilat mund të përdorni banane, këto janë arsyet pse duhet ta përfshini atë në dietën tuaj. Do të ndikojë në përmirësimin e punës së zemrës. Banania është e pasur me fibër, magnez dhe kalium, të cilat mund të përmirësojnë kështu shëndetin e zemrës si dhe janë një ushqim shumë i shëndetshëm për trupin. Sipas volontimeve të publikuar nga Shkolla e Shëndetit Publik të Harvardit, ngrënia e bananeve mund të ndihmojë në lehtësimin e tensioneve të mureve të enëve të gjakut, gjë që redukton rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Kaliumi në banane ndihmon në rregullimin e rrahjeve të zemrës, presionit të gjakut dhe mban trurin zgjuar. Ndihmon në humbjen më të shpejtë të peshës. Banania ka relativisht pak kalori, gjë që është një lajm i mirë për të gjithë ata që duan të humbasin peshë. Një banane me përmasa mesatare ka më pak se 90 kalori dhe është e pasur me fibër, të cilat ngadalësojnë tretjen dhe zgjerojnë gjithashtu edhe ndjenjën e ngopjes, duke përshpejtuar edhe të keni një organizëm më të shëndetshëm. Do të keni një tretje të përmirësuar. Bananet janë të pasur me ujë, fibër, të cilat janë të shkëlqyera për tretje. Fibra e tretshme thithuajnë gjë që ndihmon në ruajtjen e jashtëqitjes së butë. Ato ndihmojnë gjithashtu në rikthimin e elektroliteve si kaliumi, të cilat shpesh humbasin për shkak të diares ose të vjellave. Ajo gjithashtu përmban nisteshte rezistente, veçanërisht nëse përdoret banane të gatuara më pak të pjekura, të cilat promovojnë kështu shëndetin e zorrve. Ndihmojnë kundër anemisë. Bananet kanë një përmbajtje të lartë hekuri, kështu që mund të ndihmojnë në trajtimin e anemisë. Sipas një studimi të publikuar nga Instituti Kombëtar Amerikan i Shëndetit, përmbajtja e lartë e hekurit te bananet mund të stimulojë prodhimin e hemoglobinës në gjak dhe ndihmon në luftimin e anemisë. Përveç kësaj, vitamina B6 tek bananet rregullon nivelin e glukozës në gjak, që ndihmon njerëzit me anemi. Përmirëson gjumin dhe gjendjen e tij. Bananet janë të pasur me kalium, i cili ndihmon në relaksimin e muskujve pas një dite të vështirë. Vitamina C tek bananet mbushin funksionin e shëndetshëm të trurit duke prodhuar serotoninën, një hormon që ndikon në cilësinë tuaj të gjumit, si dhe disponimin dhe aftësinë tuaj për të menaxhuar stresin dhe ose dhimbjen. Përveç kësaj, bananet përmbajnë triptofan, një aminoacid që ndihmon në ruajtjen e kujtesës dhe rregullimin e humorit. Dhe kur mendoni se keni ngrënë mjaftueshëm perime dhe fruta, mbani parasysh përfitimet e shumta të bananeve dhe i shtoni ato gjithmonë në dietën tuaj të përditshme. Duke ditur kështu edhe rëndësinë e vlerave të tyre, do ta keni më të lehtë që të konsumoni këtë frut. Banania përmban 3 lloje të sheqerit natyral: saharoz, fruktoz dhe glukoz të kombinuar me fibër. Bananet janë një nga frutat më të preferuar për pothuajse të gjithë njerëzit. Një banane jep energji të menjëhershme dhe qëndrueshmëri. Ulëntuesit kanë zbuluar se vetëm 2 banane japin energji për 90 minuta ushtrime fizike. Nuk është e çuditshme që banani është fruti i preferuar i atletëve të njohur. Por energjia nuk është e vetmja gjë që banani ofron për të na mbajtur në formë. Bananet parandalojnë dhe shërojnë një numër të madh të problematikave, gjë që e bën atë si një nga zgjidhjet më të mira të shëndetshme për trupin tuaj. Bananet janë të mira kundër depresionit. Sipas një ulëntimi të bërë nga Mind, shumë nga personat që kanë depresion ndihen më mirë pasi hanë një banane. Kjo për shkak se banania përmban proteinën triptofan që trupi e shndërron në serotonin.
e njohur për relaksin, përmirësimin e gjendjes shpirtërore dhe ju bën të ndjeni më të lumtur. Bananet janë të mira në lehtësimin e menstruacioneve. Haroni pilulat, hani një banane. Vitamina B6 që përmban bananet rregullojnë nivelin e glukozës dhe ju bëjnë të ndjeni të disponuar. Anemia. Me përmbajtjen e lartë e ekurit, bananet stimulojnë hemoglobinën gjë që ndihmon me anemin. Janë të mira në presionin e gjakut. Ky frut unik tropikal ka përqindje të larta të kaliumit në të njëjtën kohë përqindje të ulët të kripës, që ndihmon perfekt në shtypjen e gjakut. Administrata amerikane e ushqimit dhe barnave ka lejuar industrinë e barnave që të bëjë pretendime zyrtare se ky frut ule rrezikun e shtypjes së gjakut dhe sulmeve në zemër. Fuqizon trurin. Në shkollën Taekwondo në Londër, 200 nxënës ju dha banane, edhe u arritën në rezultate më të mira në ngritjen e vëmendjes në mësime dhe përmirësimin e performancës së kujtesës. Bananet janë gjithashtu shumë të mira me kapslëkun. Përmbajtja e lartë e fibrave në banane ndihmon në vënien e rëndit të zorëve dhe ndihmon në tejkalimin e problemeve, pa përdorur laksativ. Gjithashtu ajo është e mirë kundër pirjes së tepërt. Mënyra më e mirë që të arrini në vete pas një nate që keni pirë shumë është të përgatisni një koktejl me banane dhe qumësht, të cilët i vendosni mjalt. Bananet qetësojnë barkun, kurse mjalti stabilizon nivelin e sheqerit, kurse qumshti ndihmon në rihidratimin e sistemit. Djeg gjithashtu barkun. Nëse vuani nga ky problem, provoni të hani një banane pasi antiacidi që përmban fruti ka efekte natyrore që bëjnë lehtësimin e dhimbjeve. Lehtëson problemet në mëngjes. Sigur të hani një banane në mes të vakteve, ju ndihmoni të rregulloni nivelin e sheqerit, të parandaloni të vjellat edhe të lehtësoni dhimbjet e kokës në mëngjes. Gjithashtu bananet janë të mira edhe për nervat, kanë nivele të larta të vitaminës B që ndihmon në sistemin nervor. Konsumi i këtij fruti, sidomos në rastet kur jeni të stresuar, mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për të përmirësuar performancën tuaj. Është e rëndësishme që bananet të konsumohen gjithmonë brenda normës, në mënyrë që vlerat e saj të jenë gjithmonë më të larta. Konsumi i bananeve në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer edhe për sistemin nervor, duke stabilizuar kështu edhe luhatjet e tij dhe duke përmirësuar më shumë shëndetin e përgjithshëm. Bananet janë të mira kundër ulçrave. Për shkak të strukturës të butë dhe të lëmuar, bananet përdoren në dietën kryesore të qetësimeve të çrregullimeve të barkut. Ky frut neutralizon aciditetin dhe çliron irritimet e stomakut. Është i mirë në kontrollin e peshës. Në shumë kultura banani është cilësuar si një mjet freckues që ul temperaturën fizike dhe emocionale dhe gjithashtu mund të jetë një nga vlerat më të mira të shëndetshme për trupin tuaj. Nga pikpamja e vlerave ushqyese, ky frut është një burim shumë i mirë i elementeve sikurse është potasiumi, magneziumi, vitamina B6, përbërës që përdoren nga organizmi jon për të mbajtur trupin në formë. Nga ana tjetër, jo të gjithë e dinë se bananet është një frut i pasur me antioksidant që ndihmojnë organizmin të veprojë kundër radikaleve të lira. Bananet ndihmojnë në forcimin e sistemit nervor, ndihmojnë humbjen e peshës, kontribuojnë në prodhimin e rruzave të bardha të gjakut falë kontributit të vitaminës B6. Jo më keq, gjithashtu ato janë të mira edhe në përmirësimin e përqendrimit. Një studim i kryer nga universitetet angleze ka përfshirë në studim 200 deri në 250 studentë, të cilët patën një performancë më të mirë të përqendrimit me konsumin e tyre. Kur flasim për vitaminën C, më njëherë na vjen në mendje frutat si portokalli dhe luleshtrydhet, por bananet janë një burim i vitaminës C. Një banane përmban një depozit prej 15% të vitaminës C, vitaminë e cila lufton radikalet e lira dhe ndihmon në trajtimin e problemeve të ftohjes. Bananet janë një burim i mirë i energjisë trupore, dhe përfshirja e tyre në dietën tuaj të përgjithshme do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të rritur performancën e trupit dhe për t'i bërë ballë një sër komplikacionesh. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë tu.